Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria hap edhe 4 kapituj të tjerë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Me ftesë së presidencës daneze të BE-s në Bruksel u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Në këtë mënyrë Shqipëria hedh një tjetër hap të rëndësishëm drejt antarësim në BE pasi 4 kapituj ushtojnë 24 kapitujve të negociatave për antarësim që janë hapur në vetëm 11 muaj. Konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-BE kushtohet grup kapitullit të 4 si agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Në të janë përfshirë dhe kapituj si politika e transportit, energjia, rrjetet transeuropiane, mjedisi dhe klima. Shqipëria ka çelur deri më tani 4 nga 6 grup kapituj të ashtu quajturin themeloret marrëdhëniet me jashtë. Pas hapjes së 4 grup kapitujve të radhës me Shqipërinë, në konferencën e përbashkët në Bruksel me kryeministrin Edi Rama si dhe me ministrin e çështjeve europiane të Danimarkës, Marie Bjerre, komisionere europiane për zgjerimin Marta Kosta se shpejtësia e Shqipërisë për integrim në BE është mbretëlënse. Kosta theksoi se ka mbetur dhe një grup kapitull që sipas saj do të hapet së shpejti. Shpejtësia e Shqipërisë është mbretëlënse, ende nuk ka bërë një vit në detyrë. Dhe kjo është hera e 4 tashmë që ne çelim një grup kapitull negociatash me Shqipërinë gjatë mandatit tim. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një grup kapitull dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. Komisionere e Bashkimit Evropian kërkoi që Shqipëria të vijojë me këtë ritëm duke përfshirë edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat në mënyrë që të përmbyll kapitujt në vitin 2027. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për pusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që të përmbushin piketat e ndërmjetëve. Kjo është e rëndësishme që ne të nisim të përmbyllim kapitujt. Ministrja për çështjet europiane të Danimarkës pas konferencës së 6 ndërqeveritare BE Shqipëri në Bruksel vlerësoi ecurinë e procesit të integrimit. Marie Bjerre tha se duke patur parasysh agresionin e fortë të Rusisë në Ukrainë, zgjerimi është një nevojë gjeopolitike. Na duhet që të ecim përpara me zgjerimin në një BE më të fortë, më të sigurt dhe saktësisht kjo është arsyeja pse zgjerimi është një përparësi kyçe për presidencën daneze. Edi Rama deklaroi se sfida më e madhe e Shqipërisë në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian është të rishpik veten. Në konferencën e përbashkët për shtyp me komisionerin për zgjerimin Marta Kosta dhe me ministren për çështjet europiane të Danimarkës, Marie Bjerre, kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se kërkesat janë sfiduese edhe për shtetet anëtare për të ruajtur dhe mbrojtur standardet. BE-ja të jep mjetet për të rishpikur veten si kombë, për të rishpikur veten si vend dhe për të rishpikur veten si shtet. Në këtë proces besoj që BE-ja na ka ndihmuar ne si shumicë të rishpikim veten, nëse duam ta bëjmë këtë gjë. Kryeministri theksoi se presim me padurim të hapim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij fundviti. Sot çelëm një tjetër grup kapitull që në fakt përbëjnë 5 grup kapituj në 11 muaj dhe me sa di unë ky është një rekord. Presim me padurim të çelim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti. E di që është shumë ambicioze, por është ajo çfarë duam të bëjmë dhe me shpresë do ta bëjmë së bashku. Kuvendi i Shqipërisë zgjedh kryesin. Lodiana Spaiu vendoset zëvendës kryetare e kuvendit me propozim të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Agron Gjekmarkaj u zgjoll zëvendës kryetar me propozim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kryetari i kuvendit Niko Pelleshi lexoi në seancë plenare projekt vendimin për zgjedhjen e 2 zëvendës kryetarëve të kuvendit pas këshillimit me kryetarët e grupeve parlamentare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.